Shenjat e horoskopit që bëhen më të bukura ndërsa rriten. Dashi njihet për vetbesimin e shfrenuar. Kjo shenjë zjarri nuk e humb pasionin për jetën me kalimin e kohës. Vendosmëria dhe vetbesimi i tyre i bëjnë ata më tërheqës. Ata janë plot energji dhe pasion për jetën. Ndërsa rriten, ky pasion nuk zhduket, por kthehet në një forcë të thellë të brendshme. Ata janë të sigurt dhe dinë se çfarë duan, gjë që i bën ata jashtëzakonisht tërheqës për të tjerët. Ajo që ndryshon për Dashin me moshën është një ndjenjë e thelluar e qëllimit. Dashi fillon të mpreh personalitetin e tij të zjarrt, duke kanalizuar vrullin e tyre në qëllime kuptim plota. Në këtë mënyrë ata bëhen më të durueshëm, më të fokusuar dhe me vetbesim. Është pothuajse sikur ata grumbullojnë përvoja jetësore, duke kthyer entuziazmin e tyre të papërpunuar në një shkëlqim, të cilin e rrezatojnë ndërsa rriten. Binjakët janë shpirti i përjetshëm fëminor i zodiakut. Kurioziteti dhe etja për të mësuar i mbajnë gjallë, pasi janë gjithmonë të gatshëm të eksplorojnë botën përreth tyre. Në vend që të përfshihen në të përditshme, binjakët të ruajnë shpirtin e tyre rinor, i cili reflektohet në lëkurën dhe energjinë e tyre. Ata janë si vera, bëhen më të bukur me kalimin e moshës. Nevoja e tyre e lindur për të mësuar dhe kurioziteti shndrohen në vetbesim dhe mençuri të thellë. Rrezatojnë energji pozitive. Nga jashtë dhe bukuria e tyre brendshme është e parezistueshme. Peshorja, ata që i përkasin kësaj shenje të zodiakut janë natyralisht të bukur. Harmonia që rregullon personalitetin e tyre dhe qetësia që ata përpiqen të ruajnë jetën e tyre i ndihmon ata të qëndrojnë të qëndrueshëm, paqësor dhe me një mendje të kthjellët. Në të njëjtën kohë, natyra e tyre ndjeshme dhe këndvështrimi artistik ndaj jetës pasqyrohen edhe në pamjen e tyre. Ata e duan luksin dhe priren të shohin të mirën tek njerëzit, prandaj mbeten të dashur. Kjo mirësi e qëndrueshme kthehet në një hijeshi që nuk zbehet kur sado vite të kalojnë.